shtiqunit Kevinit këtu është nga Gjakova. Këta donë ngjyrën e kuqe shumë. Vërtet, ja, po të përshëndes. T'ja bëni foto shpejt. Ja, kjo ishte prezantimi më i bukur që mund të bëja. Po, kështu që na kemi edhe partnerin ton Automiten, që edhe Vespa motori, përshë po lidhë gjithë shkë. Edhe vi pa qipsin e pas kemi të koq atë. Okej, lidhëm në studion, krejt në rregull jam me kolorin, me ngjyrat, me mikpritjen, me të gjitha. Faleminderit. Ç'është kemi si shkoj rruga, se sot kemi ardha, po nga Tirana. Rruga mirë, koha e bukur, është tamam stina për të ustuar, udhëtimet në pranverë janë gjithmonë janë bukura, gjelbrimi sa ka shpërthyer dhe të krijon gjithsesi të krijon një energji të mirë. E pash një postim në Instagram, e kështë postu rrugën për Kosovë, ishte ajo ura e Kuksit, apo nëse ura që është bërë re, kënga që e rastësishme, nuk ka lidhje me gjendjen time emocionale, po mua më pëlqen ajo këngëtarja që e kisha vënë në sfond muzikor, kështu që... Po ato të qëlloj të rastësishme, po më bëri përshtypje edhe rruga aty, pamja, një knatësi në krahasim se ju sigurisht keni pas mundësi me udhëtu vitet e 90-ta drejt Kosovës, a jo? Unë edhe më përpara. Apo edhe me njerë pas luftës? Jo, unë edhe më përpara, dhe pas lufte dhe para lufte. Besoj që jam një ndër të paktat që ka udhëtuar në Kosovë rreth viteve para 90-tës, të them, apo diku ke 90-ta, ndoshta diku ke 90-ta, mos të... Edhe sigurisht e kujton shumë mirë atë rrugën e vështirë që është dashur me kalu për me arrit deri në Kosovë. Ka qenë shumë e vështirë dhe pa u bërë kjo rruga e re, kur ra NATO, domethënë që hyri NATO në Kosovë. Po, në Kosovë, po. Ajo rruga që ka qenë 8 orë, mua më është dukur 8 minuta. Sepse kam bërë atë rrugë pikërisht atë ditë dhe nuk ka qenë gëzim, e them gjithmonë, ka qenë nga zëllim për te kufive të gëzimit. Kështu që, po, një moment shumë i veçantë edhe nga zëllim siç po i thuani edhe ju. Pas ke linë në Tiranë. S'pi thonë Tiranë, po në Tiranë. Në Tiranë kam linë. A na shpjegon pak këto, jam Tiranës edhe jam Tiranës. I Tiranës, Tiranës, çka kanë këto në Shqipëri që e përdorin? Tiranësit nuk i thonë as Tiranës, po i thonë Tiranës, dhe nuk e shkruajnë as me S, po shkruajnë me C. Jam Tiranës, ne Tiranësat, po. Po flas për ata Tiranësit autokton. Unë nuk jam autoktone, kam ardhur rreth viteve 40 prindrit e mi, do më thonë rreth 45-ës ndoshta, me sa mbaj mend, dhe ne kemi ardhur nga Lushnja, jemi vendosur, prindrit janë vendosur në Tiranë, dhe unë nuk di çfarë quhem, pasi kam lindur atje dhe në këtë moshë që jam, do më thonë atje kam lindur, jam rritur, jam martuar, të gjitha fazat e jetës, do më thonë, i kam shkolluar, i kam kaluar aty, dhe besoj që unë e quaj veten i tiranëse. Nuk e quaj tiranëse, me C, po me S, tiranëse. Tiranëse, e zbutur pak sa, e zbutur pak sa. Gati 60 vjetë karriera, po i afrohemi... Zyrtare dhe jo zyrtare. Kështu që ka shumë me qëndru, nuk e din, është ta mundemi në gishta me i numru këngëtarët, artistë që i kemi në skenë për 60 vjetë. Nuk pëndalesh asë njerë edhe energjia e njëjtë, që ka pëndodhë. është dëshirë e brëndshme, besë, është energji që vjen nga brënda, me njështas, dhe dyta është impakti që merr nga njerëzit. Dhe më thënë, është energji e ndërsjellët. Nuk është vetëm ajo që ka jep, është ajo që ka merr. A mundet me qenë kjo vetëm të profesioni i këngëtarës, në këtë rast muzikës, që të japë mundësi në 60 vjetë karrierë me qenë kaq energjike dhe asë njerë mës me kërku me unda prej këngës? Më besoj që dalja përpara publikut është magji. Publiku vetë është magji. Artisti ka magjinë e vetë, transmeton emocionet e veta për ta bërë publiku të magjishëm, po dhe vetë publiku është një magji për ne, për ne artistët. Dhe më thënë, ajo që ka marim në mbas ka një dimension që nuk e përshkruan dot, por nuk e preke. Por nuk e preke vetë, si që dhe unë e kam prekur dhe vazhdoj ta kem, dhe më thënë, këtë feedback, po themi këtë.